Përshëndetje të dashur miq, unë jam Zamiri. Banka Popullore e Kinës, Banka Qendrore e Kineze, ka bërë të ditur në fund të tetorit që pas promovimit të vazhdueshëm shumë vjeçar, janë në thellimit të vazhdueshëm aplikimet inovuese dhe skenarët e përdorimit të monedhës digjitale. Krahas kësaj, tani Kina ka ndërtuar një çift qendrash mbi monedhën digjitale, pra njëra në Shanghai për bashkëpunimin dhe përdorimin ndërkombëtar të RMB-s digjitale dhe tjetra në Pekin që përgjigjet për krijimin, vënien në funksionim dhe menaxhimin e sistemit të RMB-s digjitale. Në fakt, RMB-ja digjitale është vënë në funksionim eksperimentar në vitin 2019. Në shtatorin e si vjeçëm, kur u hap qendra e Shanghait, RMB-ja digjitale kaloi nga eksperimentimi i brendshëm në fazën e re të operimit ndërkombëtar. Ndryshe nga platforma tradicionale, platforma e krijuar nga kjo qendër mund të ofrojë shërbime me kosto të ulët, transferim të shpejt, duke qenë kështu një urë e volitshme për ndërmarrjet veçanërisht ato të vogla dhe të mesme. Me këtë model digjital, ndërmarrjet mund të marrin pjesë me më shumë lehtësi financiare në tregtinë ndërkombëtare dhe të përshtaten me mekanizimin e koordinimit regulator të jurisdiksioneve të shumta. Kjo do të shtojë efektivitetin e qarkullimit të fondeve në tregun ndërkombëtar dhe të përshtatet me rregullat e rajoneve të ndryshme. Krahas platformës për uljen e kostos dhe rritjen e lehtësisë, është ndërtuar njëkohësisht edhe një platformë për shërbimin e zinxhirëve të bloqeve. Në zinxhirin e bloqeve të tanishëm, mes sektorëve të ndryshëm ekzistojnë probleme si ndarja ndërzinxhirore të ashtu quajturit ishuj të izoluar të dhënave e të tjerë. Transaksionet duhet të identifikohen her pas here, gjë që është me efektivitet të ulët e rrezik të lartë. Kështu që RMB-ja digjitale është e vështirë të aplikohet në mënyrë të sigurt e efektive në skenar të ndryshëm. Në bazë të ndërtimit infrastrukturor dhe të përhapjes e të zgjerimit të skenarëve të aplikimit, kjo qendër mbi RMB-n digjitale ka ofruar një kornizë mbështetëse për ndërkombëtarizimin e monedhës kineze. Krahas kësaj, qendra ka ofruar një rrugë praktike të kopjueshme. Në të ardhmen, me integrimin e monedhës digjitale në sistemin global financiar, do të kemi jo vetëm risi revolucionalizuese, por edhe energji të fuqishme për përmirësimin e koordinuar të ekologjisë së financës digjitale të botës.